tutën. Dhe arsyeja e thjeshtë është se në kalendarin e sotëm që keni vendosur disa akte normative dhe ligje me rëndësi, mungon kryeministri i vendit, që nuk dihet se nga është, mungon dhe zëvendësja e tij. Tani, në akte normative, zoti kryetar, 100 miliona euro për shpenzim merr zëvendësja e tij. Por zëvendësja nuk vjen në parlament, edhe kur bëhen kërkesa për interpelancë, edhe kur ka ligje dhe akte normative që merren direkt me zëvendës kryeministre. Por halli dihet sepse nëse zonja Balluku vjen në sallë, gjë e parë që do pyetet është kush është personi ... Kush është që kërcënon atë? Sepse ka një dosje të prokurorisë posaçme. Tani kam diçka këtu për treguar, jo të lutem. E dini se çdo të thotë fjalë për procedurë ndjes për këtë pyetje. E dini çdo të thotë fjalë procedurë, flitet për rendin e ditës, nëse keni ndonjë vërejtje, flitet për procesin e votimit, nuk jemi në proces votimi, flitet për seancën, propozime seancës, ndërprerje, mbyllje, shtyrje e tjera. Fjala juaj nuk është deri tani të paktën për asnjë prej tyre. Unë nuk kam asnjë kënaqësi t'ju ndërpres fjalën, sidomos ju që jeni deputet jashtë grupe parlamentare. Por ju lutem, edhe ju duhet respektoni të drejtën edhe detyrimin e kryetarit të kuvendit që të mbajë peshimin e zbatimit apo jo të rregullores. Nuk mund të spekuloni, nuk ka mundësi, sidomos seanca të tilla kaq të gjata, nuk ka asnjë shans që unë të toleroj diskutime që gjasme paketohen si procedurë. Vazhdoni me procedurën nëse keni. Zoti kryetar, ka 3 javë në parlament që deputeti kolegu im Agron Shehaj ka paraqitur kërkesë për interpelancë me zëvendës kryeministren. Asnjë përgjigje. Ndërkohë që refuzuat dhe kërkesën për interpelancë urgjente me grupin e Partisë Demokratike. Çfarë ka parlamentare këtu, zoti kryetar? A është detyrim kushtetues që të vijë ajo këtu dhe të japi llogari? Kjo është shkelje e rregullores dhe e kushtetutës, zoti kryetar. Por, për këtë standard që ju flisni këtu, e ka sqaruar vetë kryeministri dhe unë mund ta vej këtu në një video dhe të kemi durimin ta dëgjojmë. Pas logos Partisë Socialiste, askëm nuk mund ta mbulojmë flamurin e Partisë Socialiste. Durim. Dhe në asnjë mënyrë nuk e kuptoj këtë procedurë, nuk di ta vendos në procedurë këtë. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Klliçi, thjesht sqarim, nuk keni marrë përgjigje, nuk është negative, është pozitive. Sepse nëse unë do ta kisha refuzuar interpelancën, do të kishit marrë përgjigje negative si rasti i zotit Klliçi. Kështu që e kuptoj, keni nevojë për pak më shumë eksperiencë në jetën parlamentare, por